Duart apo këmbët shpesh ju bëjnë miza, menjëherë duhet të shkoni tek mjeku, mund të vuani nga këto probleme shëndetësore. Duart përmbajnë disa nerva më të ndjeshëm në trupin e njeriut, sikur edhe një nga këto nerva është pjesë e tyre e cila mund të ndrydhet ose disi të dëmtohet dhe fillojnë menjëherë problemet. Truri juaj nuk mund të marrë të gjitha informacionet ndjesore që duart tuaja po japin. Rezultati është mpirja. Studimet thonë se një nga shkaqet më të zakonshme të mpirjes së dorës është sindroma e tunelit të kyçit të dorës. Nervi mesëm që shkon poshtë para krahut deri në pëllëmbën tuaj qëllon që të ndrydhet. Kjo gjendje është mjaft e zakonshme për njerëzit që shpenzojnë shumë kohë duke punuar në kompjuter ose tek telefonat celular. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Së bashku me mpirjen, simptomat e tunelit të kyçit të dorës përfshin një ndjesi që një ose më shumë gishterinë fryen ose japin pickime. Çfarë tjetër mund të jetë shkak për mpirjen e duarve tuaja? Edhe disa faktorë të tjerë më të rëndësishëm, siç janë çrregullimet e tiroides. Edhe një çrregullim i tiroides mund të çojë në mpirjen e dorës. Një gjendër tiroide nënaktive ose hipotiroidizëm mund të rezultojë në dëmtime të nervave që transportojnë informacion midis trurit, palcës kurrizore dhe gjymtyrëve. Teprimi me alkoolin gjithashtu mund të ndikojë në çështjen tuaj. Pirja e rëndë afatgjatë e alkoolit mund të çojë në neuropati alkoolike ose dëme nervore. Afërsisht gjysma e të gjithë përdoruesve të alkoolit të rënd zhvillojnë një formë të kësaj gjendje, thonë studimet. Shenjat përfshin mpirje në krah ose në këmbë, ndjesi të çuditshme dhe pickime të gjymtyrëve tuaja dhe dobësime të muskujve. Një arsye tjetër mund të jenë kistë dhjamore. Këto janë grumbullime dhjamore jo të dëmshme që mund të formohen kudo në trupin tuaj, por kanë tendencën të shfaqen edhe rreth kyçeve tuaja. Sipas studimeve mjekësore, kistat dhjamore janë shumë të zakonshme dhe formohen në dorë. Mpirja është një simptom e zakonshme. Këto kiste nganjëherë zhduken vetë. Skleroza e shumëfisht gjithashtu mund të jetë një tjetër shkaktar. Skleroza e shumëfisht është një sëmundje në të cilën sistemi imunitar sulmon një substancë yndyrore që mbron fibra nervore të trurit dhe të palcës kurrizore. Kjo mund të rezultojë në mpirje të dorës. Ndërkohë që sëmundja mund të godasë në kyç dhe në çdo moshë, ka më shumë gjasa të shfaqet pas moshës 20-30 vjeçare. Femrat kanë 2 herë më shumë të ngjarë se meshkujt që të vuajnë gjithashtu nga skleroza e shumëfisht. Goditja në tru mund të jetë një arsye kryesore, prandaj tregoni të kujdesshëm me gjendjen tuaj dhe mos i neglizhoni simptomat. Mpirja e duarve ose gjithashtu ndjesia e shpimit mund të jetë një shenjë se duart mund të jenë të mpira dhe mund të merrni një goditje në tru. Rreth 10% të prekurve të goditjes në tru janë më të rinj se mosha 45 vjeçare. Duke qenë të aftë dhe fizikisht aktiv, nuk do të thonë që jeni më pak të rrezikuar. Nëse shikoni këto shenja, konsultohuni me mjekun për të evituar kështu edhe çdo problematikë të mundshme. Diabeti gjithashtu mund të jetë një arsye kryesore pse mund të keni edhe probleme të cilat mund të jenë çështje të mpirjes së gjymtyrëve. Deri tani ju ndoshta e dini se urinimi i shpeshtë, etja e tepërt dhe nivelet e larta të sheqerit në gjak janë të gjitha shenjat e para diabetit. Por shumë njerëz që zhvillojnë diabetin në tipi 2 nuk e kuptojnë atë. Dhe nëse nuk trajtohet, mpirja e duarve mund të zhvillohet si pasojë e dëmtimeve nervore të lidhura me diabetin, thonë studimet. Duart përmbajnë disa nga mbaresat nervore të trupit tuaj, të cilat nëse nuk mbahen në kontroll mund të krijojnë edhe shqetësime siç është edhe mpirja. Mpirja e erpashershme ose ndjesia e shpimit të gjymtyrëve mund të jetë gjithashtu edhe më normale te disa njerëz. Zakonisht, kjo ndodh kur ju flini në një pozicion të çuditshëm që ndërpritet gjithashtu edhe problemi i qarkullimit të gjakut. Por nëse keni tendencën të ndjeni këto ndjesi të shpimit ose mpirjes së dorës ose të gishtave më shpesh se zakonisht, mund të keni edhe probleme më të mëdha. Për të kuptuar pse ndodh kjo, do ta zbulojmë në këtë video të gjitha arsyet kryesore dhe masat paraprake që duhet të ndërmerrni për të parandaluar këto komplikacione të cilat mund t'ju kushtojnë edhe më shumë në shëndetin tuaj.
Mund të keni sindromën e tunelit karpal. Gishtat tuaj të mpirë gjatë natës mund të lidhen gjithashtu edhe me gjendjen e quajtur sindroma e tunelit karpal. Mpirja e gishtit të madh dhe gishtit të parë është zakonisht për shkak të ngjeshjes së nervit mesatar në tunelin karpal, një rrugkalimi i ngushtë i përbërë nga ligamentet, gjithashtu edhe kocka në anën e pëllëmbës së dorës, ose edhe nga irritime të nervave. Çdo lëvizje e përsëritur që shfaq përkulje të shpejta të kyçit të dorës mund të shkaktojë dhe të kontribuojë gjithashtu edhe në këtë shqetësim. Për të trajtuar këtë shqetësim, mund t'ju duhet të këshilloheni me mjekun tuaj. Mos i neglizhoni simptomat, paraqituni tek mjeku për një trajtim gjithashtu edhe më të specializuar. Ju mund të keni një nerv tjetër të ngjeshur, gjithashtu edhe mund ta keni edhe të dëmtuar. Prandaj nëse ndjeni këto shqetësime, paraqituni tek mjeku përkatës. Edhe nervat të tjerë mund të shkaktojnë mpirje të duarve dhe të gishtave. Në të vërtetë, shkaku i dytë më i zakonshëm i mpirjes së një dore është ngjeshja e nervit ulnar. Kjo mund të ndodhë kur i ushtroni gjithashtu shumë presion bryllit ose kyçit, ndonjëherë edhe gishtit të mesit. Ndonjëherë fjetja në një pozicion tjetër që nuk krijon presion ose tendosje të krahut tuaj mund të jetë mjaftueshme për të zgjidhur këtë problem. Në raste më të rënda është e nevojshme të keni ndërhyrje kirurgjikale, por është e rëndësishme t'i adresoni këto probleme tek mjeku juaj për të marrë edhe trajtimin e specializuar. Mund të vuani gjithashtu nga sindroma e daljes së kraharorit. Një çrregullim i quajtur sindroma e daljes torakale mund të jetë gjithashtu edhe mburimi kryesor i mpirjeve të duarve gjatë natës. Kjo gjendje ndodh kur enët e gjakut ose nervat që shtrihen në zonë midis brinjve tuaja mund të jenë gjithashtu edhe më të ngjeshura. Ka dy lloje kryesore të sindromës, kështu që simptomat mund të ndryshojnë në varësi të nervave ose edhe gjithashtu të enëve tuaja të ngjeshura. Nëse shikoni këto shqetësime, adresojeni tek mjeku juaj. Është një mënyrë shumë e mirë për të parandaluar gjithashtu edhe krijimin e komplikacioneve. Një tjetër arsye pse mund të keni probleme të tilla janë duart e mpira gjatë gjumit, që mund të jenë gjithashtu efekt anësor i problemeve serioze shëndetësore. Për shembull, njerëzit me diabet ose të tipit 1 ose gjithashtu edhe të tipit 2 janë më të ndjeshëm ndaj dëmtimeve neuropatike të tilla. Kjo për shkak të disa sëmundjeve si diabeti, të cilat rrisin riskun e dëmtimit të nervave. Në mënyrë të ngjashme, kushtet inflamatore kronike të tilla si për shembull, artriti reumatoid mund të inflamojë më shumë indet tuaja. Përsëri bisedoni me mjekun tuaj, i cili mund të ndihmojë gjithashtu edhe në identifikimin e çdo problemi që mund të shkaktojë edhe mpirje të duarve. Nëse shikoni këto shenja her pas here, paraqituni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar. Mpirjet nuk duhet të neglizhohen, por duhet të mbahen konstante në mënyrë të rregullt nën kontroll, për të evituar kështu edhe komplikacionet në të ardhmen. Nëse ndodh shpesh që duart të mpihen, mos i neglizhoni, paraqituni tek mjeku dhe konsultohuni me të në mënyrë që të parandaloni çdo shqetësim të mundshëm që mund t'ju krijojë në të ardhmen. Sipas ekspertëve, pas mpirjes së duarve mund të fshihen rreziqe serioze për shëndetin, andaj adresimi i tyre i përkryer tek mjeku përkatës mund të jetë një përvojë shumë e mirë e eliminimit të këtyre shqetësimeve. Ekspertët theksojnë se duart gjenden edhe me receptorët e prekjes më të ndjeshëm në të gjithë trupin, dhe të gjitha këto nerva janë të lidhura drejt për së drejti me trupin e njerëzit. Më tej shpeshherë, nëse një nga këto nerva dëmtohet, atëherë truri nuk mund të marrë informacionet të cilat duart i dërgojnë, të cilat vinë edhe pas mpirjes. Pas mpirjes së duarve është e rëndësishme të mos neglizhohen shenjat, të adresohen tek mjeku përkatës për të marrë trajtimin e specializuar dhe gjithashtu për të evituar më tej komplikacione në të ardhmen. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.